Këtij dhe mjedisit. Sot në rendin e ditës kemi disa pika. Kemi shqyrtimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtën e detit, mbiruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të diversitetit biologjik detar të zonave përtej jurisdiksionit kombëtar. Ne jemi në cilësinë e komisionit përgjegjës, relator kemi zotin Zeqaj. Si pikë të dytë kemi shqyrtimin e projekt ligjit për aderimin e Republikës Shqipërisë në Konventin për themelimin e zyrës europiane të komunikacioneve në Hag, në 23 qershor 93, të ndryshuar në Kopenhagen në 9 prill 2002, edhe këtu jemi në cilësinë e komisionit përgjegjës, relator kemi zotin Asufi. Kemi edhe dy pika të tjera në vijim që është projekt ligji për shëndetin e bimëve dhe për shëndetin e kafshëve, që ne i kemi çelur dhe i kemi diskutuar këtu, por nuk na kanë ardhur akoma relacionet nga komisionet për dhënie vendimi, kështu që do të kalojnë në mbledhjen e javës që vjen. Fillojmë me pikën e parë. Atëherë me projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara. Për pikën e parë kemi zonjën Menerieta Tarelli dhe zonjën Klodianën, zonjën Klodiana Marika, që fjala për ju për të bërë prezantimin e këtij projekt ligji ku synon ky ratifikimi i kësaj marrëveshjeje. Faleminderit kryetar, mirëmëngjes të nderuar. Ashtu sikurse u përmend, projekt ligji ka për qëllim miratimin në parim të marrëveshjes së Kombeve të Bashkuara për të drejtën e detit dhe për mbrojtjen e diversitetit biologjik detar përtej jurisdiksionit kombëtar. Ky projekt ligj është në zbatim të nenit 121 të Kushtetutës dhe ndërkohë është edhe në zbatim të ligjit për marrëveshjet ndërkombëtare. Duhet theksuar që projekt ligji në vetvete synon mbrojtjen e diversitetit biologjik për të jurisdiksionit kombëtar, nuk synon për afrim të legjislacionit kombëtar me atë të komunitetit evropian, megjithatë është në linjë me strategjinë e biodiversitetit pas 2020-s dhe njëkohësisht me Konventën e biodiversitetit dhe veçanërisht me kuadrin pas 2020-s për mbrojtjen e diversitetit biologjik. Është e rëndësishme që të themi se oqeanet dhe detet zonë 64% të sipërfaqes dhe ruajtja e diversitetit biologjik për te jurisdiksionit kombëtar merr një vlerë të jashtëzakonshme për të arritur atë synimin që të rrisim sipërfaqen e zonave të mbrojtura detare me 30% deri në 2030-ën. Nuk është se ka detyrime kundrejt vendeve në aspektin e mos marrëveshjeve, pasi të gjitha palët janë të interesuara që të rrisin përpjekjet për mbrojtjen e diversitetit biologjik në kuadër të ndryshimeve klimatike, të mbrojtjes nga ndotja, të parimit ndotë si paguan dhe njëkohësisht të rrisin edhe eficiencën e peshkimit të qëndrueshëm përtej jurisdiksionit kombëtar. Ky projekt ligj dhe ratifikimi i kësaj marrëveshje do të ketë një kosto financiare, e cila për momentin nuk është caktuar ende dhe kjo do të vendoset pas takimit që do të bëhet tashmë në Nice, ku do të marrin pjesë kryeministrat dhe presidentët e vendeve të botës, të cilët kanë ratifikuar marrëveshjen. Gjithashtu duhet theksuar që është miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave në parim dhe sot jemi këtu për miratimin e këtij projekt ligji. Faleminderit. Faleminderit, zoti Zeqaj. Shumë shkurt do të theksoj 2-3 momente. E para njerë, qëllimi i këtij projekt ligji është ratifikimi i marrëveshjes. Bërja e parë në këtë marrëveshje ka qëllim të ofrojë bashkëpunim zgjeruar për të përmbushur zbrazësinë ekzistuese në Konventin për drejtat e detit, krijimin e zonave të mbrojtura detare, vlerësimin dhe ndikimin në mjedis përmes zbatimit të detyrimeve të përcaktuara. Si çështje tjetër janë burimet gjenetike detare, parashikime për të cilat detyrojnë shtetet të negociojnë mbi zgjedhjen e trajtimit të këtyre çështjeve. Dhe si çështje të fundit duhet të theksojë ndërtimin e kapaciteteve dhe transferimin e teknologjisë detare. Objektivi i kësaj marrëveshje është të sigurojë ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të diversitetit biologjik detar të zonave prej jurisdiksionit kombëtar, aktualisht dhe në afat të gjatë. Synimi i kësaj marrëveshje synim perspektiv final ose strategjik është që të arrihet objektivi mbrojtjes së paktën 30% të oqeanit deri në vitin 2030. Gjithashtu palët do të bashkëpunojnë për ruajtjen e përdorimit të qëndrueshëm të diversitetit biologjik detar
të zonave prej jurisdiksionit kombëtar. Gjithashtu, marrëveshja është në përputhje me parashikimet e konventës për të drejtën e detit, marrëveshje e vitit 1982, në të cilën Shqipëria është palë. Duke bërë pjesë e marrëveshjes, Shqipëria do të kontribuojë për mbrojtjen e biodiversitetit ditar, do të promovojë peshkimin e qëndrueshëm dhe turizmin ekologjik. Palët do të udhëhiqen nga disa parime, unë do të theksoj vetëm 3 ato të para dhe kryesore. Kush do të paguan, është parimi më i rëndësishëm. Parimi i dytë është parimi i trashëgimisë dhe të tretën që doja theksoja është liria e kërkimit shkencor detar. Institucionet dhe organet që ngarkohen për zbatimin e projekt ligjit, pavarësisht se është paraqitur nga Këshilli i Ministrave në komisionin tonë, ky projekt ligj është hartuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, ndërsa për zbatimin e këtij projekt ligji do të ngarkohet Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe institucionet që kanë në kompetencë fushat e përmendura në marrëveshje. U tha që do të ketë efekte financiare, të cilat nuk janë paraqitur sot komisioni. Ju falenderoj. Po, falenderoj zoti Zeqaj. A kolegët, dikush pyetje? Diskutim? Mirë, kalojmë procesin e votimit atëherë. Kush është dakord me ratifikimin e marrëveshjes, me projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtën e detit, mbi ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të diversitetit biologjik detar të zonave përndej jurisdiksionit kombëtar? 3, 6, 9, 10, 11 pro, kundër, nuk ka, abstenim, nuk ka, 5 kolegë nuk marrin pjesë në votim, miratohet në parim. Kush është dakord me nenin 1? Kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 2? Pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Është njëjti rezultat si në fillim. Kush është dakord në tërësi? Edhe një herë, 3, 6, 9, 10, 11 pro. 5 kolegë nuk marrin pjesë në votim, miratohet projekt ligji. Kalojmë në pikën tjetër të renditjes. Ju falenderoj të ftuarve. Ju lutem të hyjnë të ftuarit e tjerë. Atëherë vazhdojmë me pikën e 2 të rendit të ditës, që kemi shqyrtimin e projekt ligjit për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën për themelimin e Zyrës Europiane të Komunikimeve në Hag, e themeluar në datën 23 qershor 93 dhe e ndryshuar në Kopenhagen në 9 prill 2002. Sikurse thash, ne jemi komision përgjegjës, relatori zoti Nasufi, për të paraqitur projekt ligjin. Kemi zonjën Enkelej Dajmuçaj, zëvendës ministre, Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe zonën Irena Mallolli, drejtore politika dhe strategjisë së zhvillimit të telekomunikacioneve dhe postave. Zonja Muçaj, fjala për ju për të bërë prezantimin e projekt ligjit. Nderuar kryetar, nderuar anëtar, shumë faleminderit për mundësinë që kemi sot për të prezantuar projekt ligjin për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën për themelimin e Zyrës Europiane të Komunikacioneve, apo ECO, të quajtur në Hag, më 23 qershor të 93-shit, të ndryshuar në Kopenhagen në 9 prill 2002-shit, si propozimi i Këshillit Ministrave që ka për bazë të vetëm propozimin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të Energjisë dhe Infrastrukturës që ka në përgjegjësi vet fushën e telekomunikacioneve. Dhe për t'ju shpjeguar pak rreth këtij akti dhe propozimit për aderimin e Republikës në këtë konvent, do donim të prezantonim se në fakt Shqipëria është shtet antar i Konferencës Europiane të Administratave Postare dhe të Telekomunikacionit, që është në vitin 91. Normalisht kjo konferencë përbën një nga entitetet i cili është organizuar në 3 komitetet kryesore, ai për komunikimet elektronike, ai për politikat me Bashkimin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit apo ITUs dhe komiteti tjetër për rregullimin postar. Në këtë kuptim, pikërisht në vitin 93, shteteve antar, 46 shteteve antari është propozuar antarësimi në këtë konvent, në mënyrë që të mund të themelojë një zyrë e përhershme, e cila ndërkohë ofron asistencë të saj, analizat, studimet, në mënyrë që të mbështesin vendimarrjen
dhe mbi të gjitha atë çka është zhvillimi në sektorin e telekomunikacioneve, i cili ka patjetër një nga të themi zhvillimet më të mëdha në këto vite, sidomos pra mas viteve 90. Pse Shqipëria e mori iniciativën për të qenë pjesë e kësaj konvente? Në mënyrë të qartë të nderuar, Shqipëria ka një interes që sidomos në kuptimin e integrimit në Bashkimin Evropian, të mund të antarësohet në të gjitha, pra të mund të jetë pjesë e kuadrit legjislativ, por edhe institucional në nivel ndërkombëtar, që lidhen me telekomunikacionet. Po ashtu në mënyrë të qartë kemi patur një ftesë nga drejtori i Zyrës Europiane për pikërisht për themelimin për komunikacionet, në të cilën ftoheshin në janar vitit kaluar, që të mund të ishin pjesë e kësaj të themi konvente, për ta patur pra atë si një mundësi dhe për të marrë pjesë në organet e saj drejtuese. Në këtë kuptim, ky akt në vetvete është vetëm plotësues, përmirësues, optimizues i asaj çka është në fakt sfera e bashkëpunimit ndërkombëtar të Shqipërisë në fushën e telekomunikacioneve dhe sigurisht mbështetet edhe në ligjin, jo vetëm në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë siç është situar në akte të nderuar, po sidomos në ligjin ton sektorial që e kemi miratuar edhe pranë jush për komunikimet elektronike, i cili në fakt autorizon në enet 7 dhe 9 të saj, pikërisht mundësinë për të koordinuar punën me organe të tilla siç është CEPTI, që merren me harmonizimin e politikave spektrale dhe ato të frekuencave në rang ndërkombëtar. Ju falenderojmë shumë në kuptimin e shpenzimeve. Në fakt, qoftë për antarësimin në CEPT, Shqipërisi kushton vetëm më pak se 1.000 euro. Në këtë organizatë ne mendojmë që do të kemi një angazhim prej jo më shumë se 2.000, por do të kemi përfitime të jashtëzakonshme në kuptimin know-how dhe të pjesëmarrjes së gjithë institucioneve tona në politikat e telekomunikacionit, në hartimin dhe implementimin e tyre. Shumë faleminderit për mirëkuptimin si gjithmonë. Faleminderit Zotë Mushaj. Fjala për relatorin, Zotë Nasufi. Ashtu si që prezentua nga zënës Ministrja Enkelejda Muçaj, po edhe nga relacionin që kemi në dispozicion, projekt ligji për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e themelimit të Zyrës Europiane të Komunikacioneve Hag më 23 qershor 93 të ndryshuar në Kopenhag më 9 prill 2022, është në përputhje me nenin 81.1 dhe 121 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, është në përputhje me ligjin 43/2016 për marrëveshjet ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë dhe me ligjin 54/2024 për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë. Shqipëria është shtet antar në Konferencën Europiane të Administratave Postare dhe Telekomunikacionit CEPT, që nga viti 91, Konferenca Europiane e Administratave Postare dhe Telekomunikacionit përbehet nga 46 vende anëtare dhe përfshin dhe strukturën e saj 3 komitete, siç u bën të njohura edhe nga parapolsja. Pa dyshim që nga viti 93 është miratuar në Hag Konventa për themelimin e Zyrës Europiane të Komunikacionit ECO, e cila krijoi zyrën e përhershme që mbështet Konferencën Europiane të Administratave Postare dhe të Telekomunikacionit. Konventa ECO është ndryshuar në Kopenhagë më 9 prill 2022. ECO ofron këshilla, ekspertizë dhe mbështetje administrative për CEPT-in dhe ndihmon në zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe vendimeve në mënyrë efektive dhe transparente nga vendet anëtare të saj. Aktualisht nga 46 vende anëtare të CEPT-it, 36 janë anëtare tek ECO. Më 31 janar 2024, nga drejtori i Zyrës Europiane të Telekomunikacionit, është dërguar ftesë për të bashkuar konventës së ECO-s si një pjesë thelbësore e CEPT-it dhe si një mundësi për të rritur bashkëpunimin me ECO-n. Bashkëpunimi me CEPT-in në fushën e telekomunikacionit është parashikuar dhe në ligjin, siç e thash, të mësi për 54/2024 për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë, kështu që në procedurën parlamentare ne bëjmë miratimin dhe ratifikimin e këtyre marrëveshjeve, të cilat janë në praktikën parlamentare në lidhje me marrëveshjet ndërkombëtare. Në projekt ligj që kemi në dispozicion janë rreth 21 nene dhe 2 anekse, ku janë të sqaruara krijimi i zyrës, qëllimi i ECO-s, funksionet e ECO-s, statusi ligjor dhe privilegjet, organet e ECO-s, këshilli, funksionet e këshillit, të drejtat e tjera që kanë lidhje me programin e punës, me stafin ekzekutiv, me rregullimin e votimit, me kontributet financiare, me palët kontraktuese dhe tëra elementet të tjera ligjore të kësaj konvente. Detyrimet financiare janë një kuadër vjetore për rreth 1.000 euro, po edhe po të ketë shtesë tjetër, këto janë brenda kuadrit të Ministrisë Përgjegjëse, që është Ministria e Infrastrukturës,
dhe energjisë, kështu që nuk përben ndonjë kosto dhe detyrim financiar shtesë, ashtu si që ky projekt ligj nuk bën pjesë në ato programet që kanë të bëjnë me paraprimin akuis të BE-s, kështu që ju ftoj të ta kalojmë si një procedurë që duhet ratifikuar në mbledhjen e ardhshme të Parlamentit. Faleminderit. Faleminderit zotin Asufi. Pyetje nga kolegët, diskutime. Dhe kalojmë procesin e votimit. Kush është në parim dakord me aderimin e Republikës Shqipërisë me projekt ligjin për aderimin e Republikës Shqipërisë në Konventin për themelimin e zyrës europiane të komunikacioneve ECO në Hag, 23 qershor 93, të ndryshuar në Kopenhagen në 9 prill 2002. Pro? 11 pro. 12 pro, kundër abstenim, nuk ka, një koleg nuk mori pjesë në votim, atëherë në parim miratohet. Kush është dakord me nenin 1? 12 pro, kundër, abstenim nuk ka, një koleg nuk merr pjesë. Kush është dakord me nenin 2? Pro, 12, kundër, abstenim nuk ka, një koleg nuk merr pjesë. E votojmë në tërësi. Kush është dakord në tërësi me projekt ligjin? 12 pro, kundër, abstenim nuk ka, një koleg nuk mori pjesë. Faleminderit të nderuar koleg, faleminderit të ftuar, punë të mbar. Të dy projekt ligjet të kalojnë për në seancën e ditës së njëjtë.